edhe fundit në rizat Zotit, nëse e dini shka është rizaja Zotit, mos hyni në Ramazan, nëse ka në mesin tonë që nuk fol me babë dhe nën, nëse ka në mesin tonë që nuk fol me vlla dhe motër, mos gaboni me hinë Ramazan, pa shku me bo zjaretën dhe mja qel derën. Ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, mirë ai njeri që Allah ja ka bo nasib me zonë pleçnia, babën edhe nanën kujdesin e ti, e ky nuk e fiton xhenetin hatri kujdesit që ka bo për ta. A ka bamirësi më të madhe se sa bamirësia ndaj babës edhe nanës? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Edhe mos i thuj babës edhe nanës as fjalën uf. A e dini o xhamat se çfarë sjellje na sot kemi me prindin? Marre zguzon me vetë kur del pi shtëpis ku po shkon. O i rini, Allahi përveç besimit në Zot, gradën e dytë e ka ly për respektin, dashnin për babën edhe nanën. Edhe ka thonë nuk gëzon mi u thonë as fjalën uf. Wala tanharhuma, nuk gëzon mi u nejt mralt, vrajt. Wa qul lahuma qawlan karima, sa herë flasësh me ta, fol but, amël, qesh, buzqesh. Asiherë ata nuk u mërzitën, ata i ka zgjidh Zoti se bep me kon ti edhe unë dynja. Ata nuk u mërzitën as njëherë nga ti. Sa herë ja u kemi prish gjumin, sa herë në bark nuk i kemi lënë rahat nanën, sa herë na smut jemi kon ata e në kon smut, më shmut se sa na. Sot u bëm Zoti vetvetit, neve i thëjmë babës rriti se nuk din. Mare, nuk ka bamirësi më të madhe se sa me prindin. Të kemi kujdes për hatër të Zotit, him Ramazan, ti falem krejt ata çka jenë hakin tonë, baba dhe nana kur s'janë hak. Kur. Ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, o suni dele hakës edhe mas dekës ti. Ka thonë qysh mas dekës? Mas dekës me abo zjaret farefisin, migjen, vllaun, motrën, me abo zjaret e me nëse ka nevoj me shku me kujdes për ta, haki prindit, e le mos a i ki gjallë, po edhe tjertë jashta familjes ngusht. A doni bre me kon të falë nesër për Zotit, mësohemi me falë edhe na. Aj që ti s'ja ke qelë derën e dikun nështë ta s'kelon buk pa hongër me to, e ke pas shëshni të mirë, e ka vite që tash ju ka da dynjoja për shkak të interesit, biznesit, e këta di unë shka qelja derën. Qelja derën për hirtë Zotit bamirës, Allahi është fals. Edhe bashkë në Ramazan është duaja kër është pyet Aisha radiallahu anha, çka ka bo Muhamedi alayhi salatu wassalam, çfarë duaja ka shpeshtu në 10 ditën e fundit Ramazanit, ka thonë Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah ti e fals, e do ato që kërko falje, falë mu. E na dojmë u konë fals, me falë, e me maj shpres në falin e Zotit. Krejt këto të mundohemi ta lidhëm ka një kontrat na me Zotin, mës ta dim kërkush prej krejt këtyne shka i thash, ta zgjedhëm njonën të paktën, edhe me thonë Zotit unë me qëta du me dal nesër për para,